Nëse flini më pak se 6 orë në ditë, mund të prekeni nga kjo sëmundje. Probleme të shumta mund të shfaqen tek njerëzit që nuk bëjnë gjumë të rregullt, nga mungesa e përqendrimit tek humbja e oreksit dhe fenomene të tjera. Gjumi i çrregullt nuk i bën mirë organizmit. Ekspertët zbuluan gjithashtu se njerëzit që flen më pak se 6 orë kanë më shumë gjasa të zhvillojnë diabetin e tipit 2. Studimi u krye në Universitetin e Bristolit, ku sipas pjesëmarrësve që morën pjesë u tregua se ata që kanë probleme me gjumin dhe nëse zgjohen gjatë natës, munden që të jenë më të rrezikuar që të preken nga sëmundjet e diabetit. Studimi tregoi se trajtimi i pagjumësisë mundet të shkaktojë një rënje të niveleve të sheqerit në gjak dhe për këtë arsye rekomandohet që të përpiqeni të bëni orë të plota të gjumit.